pak ndryshe. Unë mendoj që kjo është thjesht qartë një tendencë për të relativizuar tragjedin kosovare. Nga kush? Nga shumë aktorë, për të ridimensionuar balancat në rajon. Dhe kjo nuk është gjë e re, se kjo ka filluar që me... Më përmend dy aktorë ose një aktor. Është Edi Rama njëri prej tyre? Jo. E shikoj më gjërë. Kjo ka filluar që në kohën e Dick Martis dhe Carla Del Pontes, të cilët nxorën pretendime për krime të kryera nga UÇK-ja, transplante organesh, pra gjëra makabre, të cilët me kalimin e kohës rezultuan të paqëna, por që patën si efekt krijimin e dy dhomave. Pra u krijua presioni që të hetoshin seriozisht këto krime të hipotizuara nga ana e UÇK-s. Pra ishte një diçka e qëllimt, të cilën në një farë mënyre edhe para se të diste, Dick Marty e pati thonë që unë këtë e kam bërë dhe në presion të fort, biles më kanë kërcënuar edhe familjen nga pala sërbe. Pra arriti në një farë mënyre dhe të pranoj që këto gjëra që edhe për një arsyetim normal, si mund është të bësh transplantime organesh, edhe ku në atë shpinë e verdh, që kërkohet natyrisht ndërhyrje të specializuara, kirurgjikale, që janë shumë delikate, që edhe në qendra spitalore shumë të avancuara. Që zënë do të në Tiranë. Pikërisht pra. Pra, tendenca për të relativizuar. Dhe e pati pasaj si reakcion zinxhir krijimin e dy dhomave. Edhe kjo, hezitimi nga për te përkufizime që i sqaroi profesori, pra definicioneve, natyrisht në këto labirintet e përkufizime e definicioneve ka dhe shumë subjektivizm, sepse ka dhe shumë interpretim. Fakti, unë nuk shikoj asnjë lloj diferencimi midis tragjedisë së Bosnjës dhe asaj së Kosovës. Sa do të pyesja Bosnjë dhe Hercegovinë, se Srebrenica ndërtoi të shikuesit në Bosnjë. Të dyja i kanë të plotat kushtet për të cilësuar si gjenocid. Prandaj politika shqiptare bëri një autogol të fortë duke mos e kaluar rezolutin për te atyre që ne diskutuam, sepse në një farë mënyrë duke mos u shpreh që ne nuk e konsiderojmë se ka pasur gjenocid. Gjë që u artikulua fort nga mediat serbe. Kapën mediat serbe këtë që shiko, parlamentin shqiptar nuk e kaloi këtë, dhe kjo dobëson në një farë mënyrë, edhe si thua, pavarësisht se gjykatat nuk ndikohen nga këto, po dobëson si thua kauzën e UÇK-s, e cila doli si një lëvizje armatose pikërisht për të ndaluar këtë gjenocid, këtë masakër në popullsinë e pafajshme. Me që po flasim tek simbolika, si interpreton profesor faktin që po këta që nuk e miratuan, pa thënë arsye të tjera, po këta dolën me shumicë në shesh. Shiko, ajo bë, këto janë lojra, simbolika shkon në Serbi, shkon në soja. Për të amortizuar efektin negativ që krijoi pikërisht moskalimi kësaj rezolute, që ishte një nonsens i vërtet, zoti Jasimi a thaj pak nuk u pranua as të diskutoheshe, se pastaj mund të riformuloheshe si mund të negocioshe, por ishte një turp për politikën shqiptare dhe mos e kalonte, aq më tepër që tashmë ne jemi në prag të zhvillimeve të rëndësishme, pra do të rivendoset edhe një herë dialogu dhe gjitha palët duhet të kenë sa më tepër dokumentacion të vërtetave historike, të cilët në një farë mënyrë burojnë nga dokumentet zyrtare. Vërtetat dolën në shesh, pa është më tepër protestë simbolike, kurse ti duke ignoruar, ti në fakt fole. Parlamenti ka folur dhe duke mos folur. Ka folur sepse nuk e konsideron oportune ta cilësoj si gjenocid. Pra kjo ul stekën dhe gjithmonë katalizon pastaj tezën që shikoj se nuk ka qenë një drama aq sa se perceptojnë. Dhe pastaj krijojnë vektor të tillë që tashmë dy dhomat kanë si linjë të hetimit vetëm krimet midis shqiptarëve. Ndërkohë nuk hetohet fare masakra serbe. E ke vënë re se çfarë po hetojnë dy dhomat? Pra gjithmonë më tepër po merr momentum që lufta çlirimtare ndaj pushtuesit serb të trajtohet edhe tashmë në dimension e një lufte civile. Shqiptarët luftojnë midis njëri tjetrit për pushtet. Dhe kjo është një gjë e padrejtë që është ushqyer padyshim edhe nga politika shqiptare, e cila në momente kritike nuk arrin të kapë thelbin e problemit. Dhe kjo është një dramë e madhe. Për mendimin tim është një turp i madh që praktikisht
ky kaloi me një heshtje dhe pastaj u tentua të kundërbalancohej me një diçka simbolike, që padyshim duhej bërë, por që ajo është një gest simbolik. Kjo Gjesti politik është ngritja e kartonit në parlament. Kjo shënohet. Që të nesmen mediat e Beogradit e trajtuan këtë, sepse pikërisht punon pro kauzës tyre. Dhe kjo nuk do të ndodhte. Do të shtosh diçka tjetër? Po jo, është vërtet ajo që